وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salavatet dhe selamet I përcjellmi të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre më të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për mirësitë e tij, begatitë e tij, dhuntitë e tij që na I ka dhuruar, nderin e tij që na ka dhuruar, e me mirësi të mëdhaja që na ka mbuluar, e veçanërisht që Allahu xhalla xhelaluhu na ka mundësuar që na të plotësojmë një muaj të madhërisëm të cilën e patëm obligim, dhe ja Allahu xhalla xhelaluhu na zgjati jetën tonë që na vetëm jemi më në muajin Sheval pas plotësimit të atij muaji të bekuar, që na lutim Allahun xhalla xhelaluhu që Allahu xhalla xhelaluhu ta ketë pranuar muajin e agjerimit ton, veprat tona dhe gjitha të mirat, dhe lutim Allahun xhalla xhelaluhu që Allahu xhalla xhelaluhu të na dhuron forcën dhe qëndrueshmërinë që na të qëndrojmë ashtu sikur që u mësuam në muajin e Ramazanit, të qëndrojmë edhe pas muajit të Ramazanit. E padyshim se ajo me të cilën o vëllezër na vazhdojmë gjithashtu pra me temën të cilën ngelëm në shpjegimin e saj, e duke mësuar dispozita dhe rregulla të fesë tonë, ajo është padyshim se mu ka fundi I Ramazanit folëm për një temë e cila ishte dispozita e shitblerjes së verës apo alkoolit. E padyshim se ndoshta ende nuk e dim që jemi duke folur rreth dispozitave të cilat kanë të bëjnë në shitblerjen, mirë po në ato të cilat janë të ndaluara. Kur thamë dhe treguam se haramet të cilat I ka bërë Allahu xhalla xhelaluhu haram, të ndaluar të cilat I ka ndaluar Allahu xhalla xhelaluhu, ato padyshim se një pjesë të harameve janë të cilat janë të ndaluara në vetveten e tyre, dhe na mu në këtë pra jemi në shpjegim të saj që duhet të dim se ai Allah I cili na ndaloi disa harame në Ramazan, gjithashtu na I ka ndaluar dhe disa harame pas Ramazanit. Vazhdojnë ato të ndaluarat të ngelin të ndaluara gjatë jetës tonë dhe pas Ramazanit derisa na ta takojmë Allahun xhalla xhelaluhu. E mu për atë na duhet që të interesohemi e të dim se çka Allahu xhalla xhelaluhu na ka ndaluar, e veçanërisht që është një ndër çështjet e rrezikshme që është e përditshme e jetës tonë, e ajo është përdorimi edhe shitblerja që ka të bëje pra në lidhje me nënën e të gjitha të këqijave, e ajo është vera, rakia apo alkooli. Sido që të jenë emërtimet e saj. Thamë në dersin e fundit që do të flasim pak më gjërë për emërtimin e saj, se pse e emërtoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam alkoolin, verën dhe rakin nëna e të gjitha të këqijave. Hadithin të cilën e transmeton Taberaniu nga Abdullah ibn Amr ibn Asi radiallahu anhu,
i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha el khamru ummul khaba'ith. Rakia, vera, është nëna e të këqijave. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam faman sharibaha, kushdo i cili e pin ato, lam yaqbalillahu azza wa jalla minhu salatan 40 yawman. Kushdo i cili e pin ato, nuk ja pranon Allahu xhelle xhelaluhu ati namazin 40 ditë, pra 40 ditë. Ai i cili e pin ato, nuk ja pranon Allahu xhelle xhelaluhu namazin 40 ditë. Fa in mata wa hiya fi batnihi, nëse ai vdes dhe ajo në barkin e tij, tha le ta din se ai vdes mitet el jahilije. Tha ai vdes vdekje të jahiljetit, të ignorancës. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o vëllezër, na tregon për rrezikshmërinë e këtij mëkati të madh, për të cilën cekëm dhe treguam se aq është e rëndësishme që na të dim se tekstet të cilët kanë ardhur në ndalimin e përdorimit të saj dhe ndihmesës me këtë mëkat të madh, e që është nga mëkatet më të fëlliqura dhe më të rrezikshme, sikur që dhe Uthman ibn Affan radiallahu anhu është ai i cili kur e përcolli këshillën të tjerët, tha Harith ibn Hisham e kam dëgjuar Uthman ibn Affan radiallahu anhu duke thonë se ajo është nëna e të këqijave të gjitha. Ajo e cila është shkak që të fut ty në të gjitha mëkatet e ndaluara pastaj është përdorimi, pija, shitja, bartja dhe të gjitha ata të cilët futen në ndihmesën e saj. Edhe nëse dikush thot se po na nuk kemi nevojë mo për këtë çështje me na tregu, po na nuk kemi nevojë mo me fol për këtë dhe për atë. Padyshim se na jemi të nevojshëm që të dijmë, vëllezër, e veçanërisht në kohën për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar se do të vjen një kohë që nga shenjat e kiametit është edhe do të shtohet pirja e alkoolit, do të shtohet zinaja, do të shtohet pirja e alkoolit, pra do të kthehet përsëri në ignorancë njerëzit. Edhe pse ti e din, edhe pse ndoshta do të vjen bezdi nëse dikush ta përsërit ato dhe të thotë mose është ndaluar, po është nga haramet e Allahu xhelle xhelalu, është nga mëkatet e mëdha, përsëri njeriu shkon dhe e përdor ata, apo e pin ata, apo ndoshta marrëdhëniet e tij tregtare i lidh dhe i bën me ta. E padyshim se është një ndër mëkatet e vështira dhe të rrezikshme, derisa të rrezikon edhe besimin. Ashtu sikur që na transmeton Hakimin Mustadrekun e tij nga Abu Huraira radiallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kushdo i cili men zana au shariba khamran naza Allahu anhu al-iman. Tha kushdo i cili bën zina apo pin raki, tha ja nxjerr Allahu xhelle xhelaluhu besimin atij, ja zhvesh besimin atij, tha ashtu sikur që e zhvesh dikush nga josh këmishën e tij nga koka. Pra është rrezik, o vëllezër, rreziku i këtij mëkati të madh, që jo vetëm të çështja e përdorimit të saj, edhe dikush që ato ta pin apo ta konsumon ato, por rreziku i saj që të rrezikon dhe besimin tënd. Derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha sikur që ti e nxjerr rrobën tënde, të ndodh që kjo non e të këqijave të ta rrezikon besimin tënd, që të ta nxjerr besimin, ashtu sikur që ti e nxjerr rrobën tënde nga koka. E mu për atë, vëllezër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithashtu ka ndaluar dhe të qëndrojsh dhe në atë sofër apo në atë mas ku shërbehet alkooli dhe ku pihet alkooli. Para mendohen hadithin të cilën transmeton Imam Tirmidhiu nga Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, tha se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: kushdo i cili beson Allahun dhe ditën e ahiretit, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'ud ma'idatan yaduru 'alayha al-khamr. Kushdo i cili beson Allahun dhe ditën e ahiretit,
mos të ulet në atë sofër, në atë mos ku pihet alkooli me një transmetim, apo ku shërbehet alkooli në transmetimin tjetër. Pra e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ti të marrësh pjesë edhe në atë mos aty ku pihet alkooli, dhe në atë mos ku shërbehen gotat e alkoolit aty, që ti t'jesh prezent aty, për arsye se merr pjesë në këtë mëkat të madh që i bëhet Allahu xhel xhelaluhu. Dhe se padyshim se kjo është një ndër mëkatet e mëdha, edhe pse ndoshta te njerëzit kjo zbutet, edhe ndoshta ndodh që dikush dhe prej muslimanëve dhe prej të rive të muslimanëve që ai ta konsumon ato dhe ta pin ato. Mirë po harron se me të vërtet është një ndër mëkatet e mëdha dhe të fëlliqura që Allahu xhel xhelaluhu e konsideroi fëlliqësi nga veprat e shejtanit. Që shejtani nëpërmjet asaj të fut në shumë mëkate tjera. Nëse nuk gjen që të fut në ndonjë mëkat direkt, nëpërmjet këtij mëkati ai të fut pastaj dhe në të gjitha mëkatet tjera. Dhe mu për atë vëllezër, është çështja e tij e rrezikshme, saqë janë sprovuar dhe njerëz të tjerë, edhe pse kanë qenë në besim të fortë. Mu për atë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që të pihet alkooli edhe të ulesh dhe të shoqërohesh me ata të cilët ato e pinë alkool. Derisa na cekum hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e ka mallkuar Allahu xhel xhelaluhu pirsin e alkoolit, bardhsin e saj, shitsin e saj, shtrysin e gjithë ato shërbysin, pra është me një fjalë në mallkimin e Allahu xhel xhelaluhu kushdo i cili mashtrohet, e shkon e konsumon apo e provon këtë mëkat të fliqur. Dhe se është një ndalesë, një haram i Allahut xhel xhelaluhu. Derisa hadithin të cilën transmeton Imam Nesaiu nga Uthmani radhiyallahu anhu, tha e kam dëgjuar Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu pra Harith ibn Hisham, tha duke thënë Uthmani radhiyallahu anhu, rujuni nonës së të këqijave. Kini kujdes dhe largojuni, shmanguni nga nona e të gjitha të këqijave, se ka qenë dikush para jush i cili ishte nga ata të cilët e adhuronte Allahun xhel xhelaluhu shumë me ibadet dhe me adhurim, tha mirë po ai ra në një sprov që u lidh me një grua të pamoralshme. Ajo donte gjithsesi që atë ta fut në mëkat, që të bën mëkat dhe zina me ta, po nuk arrinte nga adhurimi dhe besimi të cilën ai e kishte. Derisa tha një herë të dërgon shërbëtoren e saj që të shkon te ky njeri e ta fton e të i thot se i duhet në një kontekst të dëshmisë. Dhe ai kur shkon për të dëshmuar diçka, për të ndihmuar, tha e fut në një objekt të mbyllur, derisa kur shkon të takohet me ta robresha, i ambyll tha të gjitha dyert që mos të kthehet përsëri. E kur haste kjo grua, tha ishte vetmja në sobë me një fëmijë dhe me një gotë raki. E pastaj e pa që ai vetëm më karo në këtë kurth, dhe të del prej saj, tha nuk mund të del vetëm se me turpin e madh që ai karo pra në ta. Atëherë i drejtohet tha kjo grua duke i thonë, i ki 3 zgjedhje, ja të bësh imoralitet me mua, ja nëse nuk pranon ta mbytish këtë fëmijën, ja të pish një gotë raki. E kjo shikoj cilën prej këtyre më të lehta ta bën, tha më mirë pe pi një gotë raki, se ti bëj këto tjera të cilet më të vështira. Tha pasi që ai lëshoi këtu në pirjen e gotës së rakis, tha filloi, ka qenë aq e rëndë dhe vështirë, ai lloj i rakis, pra ai lloj i verës apo i alkoolit që ai ka konsumuar, tha derisa pastaj e pin dhe një tjetër, e kur dehet, tha bën dhe imoralitet me këtë gruan edhe e mbyt dhe fëmijën, pa e hetuar ai fare në të gjitha këto mëkate tjera të cilët ai bën. Derisa o vëllezër, tregon një dietar prej dietarëve i cili tha se aq është çështje e vështirë, subhanallah, edhe cek dhe Sheikh Uthejmini rahimahullah, i cili tha se për një njeri të cilën na dëshmuan, tha që ka qenë burr i mirë,
por mashtrohet dhe shkon në për lokale të cilët konsumohet rakia, tha pinë raki, edhe kur kthen, tha pastaj në shtëpinë e tij, tha ai bën imoralitet dhe me nonën e tij. Derisa detyrohet pastaj që ta mbyt dhe nonën e tij. E mu për atë pra kur është quajtur nga pejgamberi Allahu se rakia, alkooli është nona e të gjitha të këqijave, ajo me të vërtetë se alkooli të fut në të gjitha të këqijat. Tha ndodh që ai të pihet komplet dhe ta humbë mendjen e tij e pastaj të bjen dhe në më të irrituarat në mëkatet më të këqija. Dhe gjithashtu pastaj pasoja e saj edhe në vdekje. Tregon njëri prej dietarëve i cili tha se e pata varrosur djalin tim shumë të vogël që më kishte vdekur, por e shofa në ëndër që ishte thinjur, ju kishin zbardhur flokët e tij. E pyeti, tha, i thash o djali im, pse në këtë gjendje kështu? Shumë bukur dhe mirë të varrosëm, elhamdulillah. Tha u përgjigj o baba im, tha erdhën disa njerëz të cilët kishin pi alkool dhe raki në jetën e tyre në dunjë. Tha kur erdhën këtu në vër, nga frymëmarrja e fuqishme në pritjen e tyre, tha të xhehenemit, tha nuk ngeli fëmijë që nuk u thi dhe nuk u zbardhua nga ajo frymëmarrje e fuqishme e xhehenemit, që i mirë pritte, tha ata të cilët vishin të papenduar nga pirja e alkoolit dhe rakis. Dhe mjafton pra në këtë temë vëllezër fjala e Allahu xhelle xhelalu që ai e llogariti vetë Allahu xhelle xhelaluhu është fliqësi nga veprat e shejtanit e cila ty të fut deri në ato më të këqijat. Pra është e njohur që na e dim se është një ndër mëkatet e këqija, por për fat keq derisa kemi filluar ta shohim këtë shenjë të kiametit që të del pra në mesin ton ta ndëgjojsh dikan i cili është fëmijë i muslimonit, ai të shkon e të konsumon apo të pinë raki, apo ai të bën tregti, pra le ta ketë parasysh gjithherë se këto janë ato argumentet të cilët më shumti pra kanë folur për këtë mëkat të fliqur dhe për këtë fliqësi të veprës së shejtanit që të fut në të gjitha të këqijat e që është nona e së këqijave. Lutim Allahun xhelle xhelalu që Allahu të na mbron nga ky mëkat, ta mbron rinin ton nga ky mëkat, e të na pastron nga këto mëkate, të na ruan dhe pas Ramazanit. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.